Plani lokal 5 vjeçar i shtërrimit social i hartuar nga Bashkia e Kukës parashikon edhe zgjerimin e shërbimeve sociale në zonat rurale. Sipas drejtorit të shërbimeve sociale dhe ndihmës ekonomike, Bashkim Guri, është planifikuar ngritja e qendrave ditore dhe multifunksionale në Shishtavec dhe Bicaj. Ne kemi planifikuar në lidhje me këtë shërbime që të ngrihet një qendër ditore për të moshuar në njësinë Shishtavec, me që numri i të moshuarve në këtë zonë administrative është më i madh se njësitë e tjera. Krijimin e një qendre multifunksionale në njësinë administrative Bicaj si qendër komunitare me numrin e popullsisë më të madhe, si dhe futjen e një vakti ushqimor për klubin e pleqjve në bashkinë e Kukësit, me që është kërkuar edhe kjo nga kjo kategori. Drejtori Guri bëri të ditur se ndërtimi i këtyre qendrave do të realizohet me mbështetjen e donatorëve të huaj edhe të organizatave humanitare. Ndërsa mënyra e financimit nuk varet nga bashkia, këto është thjesht një planifikim nga artikimi i donatorëve të huaj, OJF-ve, OJQ-ve, si dhe organizatave. Por aq kohë sa ne nuk kemi target për përcaktimin e këtij buxheti, nuk do vendosim një shifër se sa mund shkojë një investim që do të fitohet. Kujtojmë se plani lokal 5 vjeçar i shtërrimit social është miratuar nga Këshilli Bashkiak i Kukësit. Plani përbëhet nga 5 programe dhe përcakton qartë kategoritë e përfituese nga strehimi social.